politike. Ne kemi menduar që është më mirë për Kosovën, që po të vazhdoj të qëndrojë në opozitë dhe për një kundër po të ndërtojnë një shumicë me LDK. Të fundit, Rustemaj, jemi me 30 nëntor. Mos bë pyetje. Jemi me 30 nëntor, me 9 shkurt të mbajtën zgjedhjet. Ju dolet partia fituese. Bilanci o kë. Nga rezultatet që dolin nga kutit e votimeve. Bilanci o kë, që mund të konkludojmë, ju nuk po ardhini të kapitalizoni gjithë këtë rezultat që morët për t'i dhënë vendit, institucione, në justifikime se deshti aj, nuk deshti kë, more i ndëruar. Unë pyetjet Zoti Berisha e kam të qartë, por përsëri do më thonë një shikim racional, Rustemaj shkurt. Po shohim që në asaj periudhe janë bërë të qarta dhe pozicionet dhe qëndrimet. Nuk po arrini vendit të jepni institucione. Ne kemi qenë të përkushtuar për të krijuar qeveri. Por ama, ju po më thoni që duhet ta bëni qeverinë. Sakt. Me çdo kohë, Për atë arsye keni dalë në zgjedhje. Edhe duke premtuar pozicione si kanë bërë në të shkuarën. Të lutem, justifikime pafundësisht mundesh me dhënë. Zoti Rustemaj, besoj edhe ju pajtoni. Besoj edhe ju pajtoni Rustemaj. Është e habitshme pse vendi nuk ka institucione, besoj edhe ju pajtoni me këtë punë. Duke bler votat e deputetëve nëpërmjet terminaleve dhe pozitave të caktuara në shërbim Nuk po them me hi në aranxhmane të modeleve të tugjarve. Por pushtetit duhet të ndatë mesazhin që e keni dhënë. Rustemaj, mesazhin që e keni dhënë. Mesazhin që e keni dhënë. Rustemaj, Rustemaj, e ndëgjon dhe një shikim tjetër. Se ti me 40 deputet nuk kemi arritur të blejmë deputet të tjerë. Jo, nuk qëndron kjo. Po kë nuk është standardi i qeverisë të politikë. Dhe ma kemi mendoj që të lutem, Rustemaj, refuzimin një modele të tillë. Është shumë e rëndësishme të krijohet qeveria, por është shumë e rëndësishme të krijohet mbi baza të standardeve të shëndosha që e ruan politikbërjen, pastaj për indikimeve jo formale dhe jo politike. Dhe kur kjo është pamundur, kthehemi te qytetarët, dhe natyrisht ata e kanë në dorë dhe vendosin. Rustemaj, e kam edhe një çështje buxhetore për ta diskutuar këtë që e nisëm si debat.